Por ata që vazhdojnë të përsërisin se SPAK dhe GKKO janë represiv dhe nuk marrin kur parasysh rrethanat njerëzore, ja vlen të kujtohen disa raste. Një 34 vjeçare u arrestua këtë të mërkur në Rinas për të vuajtur një dënim prej vetëm 2 muajsh burg për dhunë në familje. Ajo kishte me vete 3 fëmijë të mitur, një foshnjë vetëm 7 muajshe dhe 2 fëmijë të tjerë, 2 dhe 4 vjeç. Sipas informacioneve, gruaja kërkoi që fëmijët të qëndronin me të, sepse nuk kishte kujt u alinte. Megjithatë, dënimi u ekzekutua. Ndërkohë në çështjen e Ajola Xoxhës ndodhi e kundërta. Fillimisht nuk u vendos arresti në burg, duke u marrë në konsiderat edhe fakti që ishte nënë e një fëmije 5 vjeçar. Më pas 7 zënisë së dytë, masa e sigurisë ju hoq tërësisht. Kontrasti është i dukshëm. Në njërin rast, një nënë me 3 fëmijë shumë të vegjël, përfshirë një foshnjë 7 muajshe, u dërgua për të vuajtur dënimin. Në tjetrin, rrethanat familjare u konsideruan të mjaftueshme fillimisht për të shmangur arrestin në burg dhe më pas edhe përheqjen e plot të masës së sigurimit. Ndoshta Ajola Xoxha është trajtuar kështu sepse është Ajola Xoxha, ndoshta kjo nën tjetër po përballet me një trajtim më të ashpër sepse është një qytetare e zakonshme, ndoshta. Por pikërisht këtu lind pyetja që duhet të shqetësojë çdo qytetar, apo zbatohet ligji njësoj për të gjithë? Ligji nuk duhet të ketë emra, nuk duhet të jetë më i butë për ata që kanë pushtet, ndikim apo ekspozim publik dhe më i ashpër për ata që nuk i njeh askush. Parazia para ligjit nuk është slogan, por parim kushtetues dhe paradoksi bëhet edhe më i madh kur kujton se çështja penale ndaj Ajola Xoxhës dhe Erion Veliajt vazhdon prej rreth një viti të mos hyjë ende në gjykim për shkak të shtyrjeve dhe pengesave procedurale të përsëritura, të krijuara pikërisht nga Ajola Xoxha dhe bashkëshorti i saj Erion Veliaj, ndërsa një nën tjetër shoqërohet menjëherë për të vuajtur një dënim 2 mujor për një vepër penale pas një interes publik. Në rastin e kryebashkiakut të Tiranës ndodh pikërisht e kundërta. Një proces me interes të lartë publik vazhdon të mos nis ende. Pra në ndryshim nga kjo nënë e re që sonte do të rri pa gjumë në një ambient burgu, Ajola Xoxha dhe Erion Veliaj po e bëjnë të pamundur gjykimin dhe marrjen e një vendimi nga gjykata. Kjo është ajo që ushqen perceptimin e standardeve të ndryshme dhe që minon besimin e publikut te drejtësia.